kemi këtu kënaqësinë të prezantojmë një sipërmarrës të suksesshëm me origjinë nga Tetova, Taxhetin Bakia. Përshëndetje nderuar dhe mirë se ardhët. Përshëndetje, faleminderit për thirrjen. Më tregoni pak a shumë për hapat tuaj të parë këtu në Gjermani, si e zgjodhët Gjermaninë? Ka qenë ky në vizionet tuaja apo ishte një rastësi? Jo, historia ime ka qenë pak më ndryshe se Xhevat Lumnicës. Unë kam pas babain këtu në Gjermani. Po. Ka ardhur në vitet 1968 edhe ka jetu deri në vitet 1990 këtu në Gjermani. Unë jam ardhur në vitin 1988 këtu. Po. Edhe më thënë kam vazhdu shkollën si 14 vjeçar, e kam vazhdu shkollën këtu. Kam kryer një zanat për gdhendjen e metalit. Mëse në disa vite ma vonë kam kryer mjeshtrinë për për punimin e metalit. Edhe kam punu në disa kompani këtu në Gjermani, në për landet ndryshme të Gjermanisë mendoj. Edhe në vitin 2006 vendosa ta hapi kompaninë BFT Dachtechnik GmbH. Pra pasi krijove një eksperiencë. Po, kam punu disa vite si i punësuar, mendoj në për kompani tjera. Edhe në vitin 2006 vendosa si 31 vjeçar kam qenë atëherë. E themelova kompaninë BFT Dachtechnik GmbH. Edhe tash diku punësojmë 25 punësuar kemi. Kompania BFT Dachtechnik merret me prodhimin e disa pjesëve për kullimin e ujit të ndërtesave industriale mas shumti. Edhe në ana tjetër merremi me punime ndryshme metalike për industrinë. Tregu juaj i biznesit, i veprimtarisë, çfarë perimetri deri në sa qindra kilometra shtrihet? Ose deri 200 kilometra qark sillim. Mbuloni domethënë me veprimtarinë tuaj? Na herë shkojmë edhe më larg, ka mas shumë di këtu. Po në të njëjtën kohë keni edhe një njësi prodhuese edhe në Maqedoni apo jo? Po. Në vitin 2022 vendosëm një dash ta bindi bashkëshortën që t'investojmë në vendlindje. Ishte vështirë? Po, fillimi. Okej. Jo, më sandi ishim dakord të di edhe vendosëm që t'investojmë një farë shpërblimi për vendlinjen, që aja këthim shpinës vendlinje dhe u largum nga vendlinja jonë. Edhe sot punësojmë dikund 20 punësumi kemi fillu para një vitit me prodhimin atje në Maqedoni. Je i kënaqur? Tash për mbas vitit ri isha në Tiranë dhe udhtova deri në Tetovë. Pata bëm një vizitë me bashkëshortën. Për vitin e parë nuk është vit i keq. Pra ja ka vlet investimi? Po, deri tash mund tona po. Dhe tani në stadin ku gjendesh pra si një investitor, gjithmonë duke përfaqësuar edhe këtë eksperiencën tuaj ndër vite në këtë profil, mendoni që të kaloni edhe ndonjë linjë tjetër prodhimi në Kosovë apo në Shqipëri, apo edhe ndonjë investim tjetër, biznes tjetër? Nuk kemi planifikuar diçka kështu, të ardhmen nuk e dim çka do të ndodhë. Mundet edhe dikun tjetër. Cili do t'jetë, do thoja ajo dëshira apo mesazhi për fëmijët tuaj në relacion me Tetovën? Është edhe kjo njësi prodhimi, kjo fabrikë që keni hapur atje një urë për t'i ofruar fëmijët drejt Tetovës? Po, edhe ajo ishte një farë që ndoshta do t'i tërheq pak më shumë ajo kompania fëmijët që mos ta harrojnë vendlinjen e prindërve ka vjen. Edhe mendoj është edhe një ide e mirë, që ne si përmarrës tu në Gjermani, që t'investojmë atje në vendlindjet tana edhe ta frenojmë pak atë ikjen e të rive që ka largohen nga duke hapur vende pune, pikërisht. Vërtet unë vetë nuk kam besuar se nëse investojmë ne atje në vendlindjet tana, edhe punësojmë njerëz 3 apo 3, familjari i kemi pas 5 persona që shembull dëshin të alshojnë vendin e të vinë në Gjermani këtu në kompaninë teme të punojnë. Tash investimet që i kemi bë
janë të kënaqur atje në vendlinje dhe nuk mendojnë më të alshajnë vendlinjen. Nuk kanë hesap të vinë në Gjermani, se duhet paguajnë Po, palezë shtrenjte. Edhe pak rrogat kemi rrit pak. Bravo. Sa është bashkëpunimi me sipërmarrës të tjerë bashkëdhetarësh këtu në... Nuk është shumë i lartë, ama kemi klientë shumë në këtu nga vendlinjet tana ka vinë. A duhet të kemi takime të tilla të shpeshta të sipërmarrësve? Po, patjetër. Mund të lindë ide bashkëpunimi. Njoftohemi njëri me tjetrin më shumë, nuk është ide e keqe që më u taku njëri me tjetrin. Faleminderit që ishit prezent. Faleminderit e ju.